Muaji i shkurtër do të mbyllet me diell dhe me motë të qëndrueshëm në mbar vendin. Fundjava parashikohet të jenë në zotëri moti të qëndrueshëm, duke bërë që të kemi artenime kthjellimesh, kalime të pakta të vranësirave. Kthjellimet më të dukshme do të jenë gjatë orëve të para të mëngjesit edhe mesditës, ndërsa pasditet her pas here në territorin shqiptar do të sjellin kalime vranësirash ku më të fokusuara këto vranësira pritet të jenë gjysmë ligjore të territorit, por nuk do të krijojnë mundësira përreshe. Zyrtarisht pranvera sipas parashikimeve do të nisë me temperatura tipike të stinës, duke bërë që fundjava të jetë me diell dhe ngrohtë. Fundjava sjell temperatura të larta ku kemi një rritje të lehtë të tyre në orët e para të mëngjesit, duke bërë që minimumet në qytetet e zonave malore të regjistrohen në 0 gradë Celsius, ndërsa në urtësinë perëndimore të luhaten nga 9 dhe shumë pranë vlerave 15 gradë Celsius në vijën pritetare, edhe në orët e mesditës temperaturat e ajrit do të mbeten të larta, duke bërë që maksimumet ditën e shtunë të jenë në vlerën 19 gradë Celsius, ndërsa dita e diel sërish do të sjellin maksimume në vlerën 20 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët dhe në zonat bregdetare. Sinoptikanët parashikojnë se pjesa e parë e muajit mars nuk pritet të ketë rreshje.